Përkthim dhe përshtatje në Shqip, Shqipja e Shqipërisë, pa numra, me emra të përshtatur dhe rreth 1000 fjalë. Nuk mund ta besoj që je ti. Zëri i Martës dridhej teksa qëndronte përballë tij në hyrjen e shtëpisë së saj të vogël prej druri me mure të çara nga koha. Para saj qëndronte burri që ajo kishte betuar se nuk do ta shihte më kurrë. Ferdinandi. Pas kaq shumë vitesh. Ai kishte veshur një kostum që vlente më shumë se gjithçka që ajo zotëronte. Këpucët e tij shkëlqenin në diellin e pasdites. Marta, nga ana tjetër, mbante një bluzë të qepur e rregulluar disa herë dhe sandale me sholla të konsumuara. Mes tyre shtrihej një heshtje e rëndë, e mbushur me vite mungese. Mart, unë. Ferdinandi u përpoq të fliste, por fjalët i mbetën në gryg. Ai hodhi syt brenda shtëpisë. Një tavolinë që lëkundej, 3 fëmijë zbathur, mure të zhveshura dhe një erë lagështje e varfërie. Ai kishte udhëtuar për orë të tëra me makinën e tij luksoze për të arritur në këtë fshat të harruar. Kishte ushtruar me mira herë atë që do të thoshte, por asgjë nuk e kishte përgatitur për këtë pamje. Këtu, pyeti Marta, me një zë të ashpër, ndërsa syt I tregonin një histori tjetër. Dhimbje. Shumë dhimbje. Çfarë do? Duhet të flas me ty, tha ai. Është e rëndësishme. Ajo qeshi hidhur. Pas gjithë këtyre viteve? Pasi u largove pa shpjegime? Pasi më le vetëm kur kisha më shumë nevojë për ty? Fëmijët u fshehen pas saj. Më I vogli u kap pas këmbës së saj. Nuk është ajo që po mendon, tha Ferdinandi me ngull. Atëherë ma thuaj, ja ktheu ajo, duke kryqëzuar krahët. Pse je këtu tani? Ai mori frym thellë dhe nxori nga xhepi një zarf. Një zarf që do të ndryshonte gjithçka. Erdha ta dorëzoj këtë dhe të them të vërtetën. Fjala e vërteta qëndroi mes tyre si një hije. Marta e shikoi zarfin pa e prekur. Zemra I rrite fort, aq sa I dhemte. Ajo nuk e dinte se brenda tij fshihej diçka që nuk do ta kishte imagjinuar kurrë. Hyr, tha ajo më në fund, duke u tërhequr anash. Por hiqi këpucët. Ai hoqi këpucët e shtrenjta dhe hyri zbathur mbi dyshemen e ftohtë prej cimentoje. Pavarësisht gjithçkaje, shtëpia ishte e pastër. Fëmijët e vështronin me sy të mëdhenj. Vajza më e madhe, një 12 vjeçare me gërsheta të çrregullta, e shikonte me dyshim. Lirë, nxirre vëllain dhe motrën jashtë, tha Marta budh. Vajza ju bind, por para se të dilte, I hodhi Ferdinandin një vështrim paralajmërues. U ulën përballë njëri tjetrit. Në tavolinë kishte pjata të thjeshta, tortilla dhe një tenxhere me fasule. Janë fëmijët e tu, pyeti ai, edhe pse e dinte përgjigjen. Jo, tha Marta ftohtë. Jeta vazhdoi. Kush është babai, pyeti ai, më ashpër se ç'duhej. Kjo nuk është puna jote, ju përgjigj ajo. Dikur nuk kishin sekrete. Dikur ishin të rinj, plot ëndra. Ai ishte student arkitekture, ajo punonte në furrën e bukës. U martuan thjesht, por të lumtur, derisa erdhi oferta që I ndryshoi gjithçka. Ai u largua për të ndjekur ambicien, duke premtuar se do të kthehej shpejt. Por nuk u kthye kurrë. E di që nuk kam të drejtë të jem këtu, tha ai tani. Të dështova. Jo, tha ajo. Ti më shkatërrove. Ai vendosi zarfin mbi tavolinë. Nuk erdha të kërkoj falje. Erdha të jap atë që të takon. Ajo refuzoi. Nuk dua parat e tua. Nuk është lëmosh, këmbënguli ai. Është e jotja. Kur ajo më në fund foli për humbjen e fëmijës së tyre, bota e Ferdinandit u ndal. Ai nuk kishte ditur kurrë. Dhimbja e goditi si një mur. E hap, I tha ai më në fund. Ajo e hapi zarfin. Brenda kishte dokumente bankare. Një pasuri e madhe në emrin e saj. Ajo u trondi. Ai I shpjegoi se, dikur, kishte nënshkruar dokumente që garantonin se gjysma e gjithçkaje që fitonte do t'i takonte asaj. Por ajo kurrë nuk e kishte kërkuar. Pse jetova kështu, pyeti ajo me zë të thyrë. Sepse unë isha frikacak, pranoi ai. Kur e vërteta e keqkuptimeve doli në dritë, u zbulua se ai kishte ardhur ta kërkonte vite më parë, por ishte mashtruar. Një grua tjetër I kishte thënë se Marta nuk donte ta shite. Vitet kishin kaluar mbi gënjeshtra dhe heshtje. Pastaj erdhi zbulimi më I madh. Vajza e madhe, Elira, nuk ishte e atij burri tjetër. Ajo ishte e tij.
Marta i tregoi se kishte qenë shtatzën me binjak. Njërin e kishte humbur, por Elira kishte mbijetuar. Ferdinandi qëndroi i ngrirë. Një vajzë e tij kishte jetuar gjithë këto vite pa të. Ai u afrua te dera e dhomës ku fëmijët flinin. Elira i mbante vëllezërit pranë, mbrojtëse edhe në gjumë. Ajo ka sytë e tu, tha Marta. Por nuk e di të vërtetën. Dua t'i them, përshpëriti ai. Jo, u përgjigj ajo me vendosmëri, nuk ke të drejtë t'ia prishësh botën. Heshtja ra sërish mbi shtëpinë e vogël. E shkuara kishte dalë në dritë, por e ardhmja mbetej e pasigurt. Parat mund të ndryshonin jetën, por plagët e zemrës nuk shëroheshin aq lehtë. Pas 15 vitesh dhe pasi ja kishte shkatëruar botën. Duke e shkatëruar sërish. Marta, shiko ku jeton ajo. Shiko si është e veshur. A nuk mendon se ajo meriton të di se ka një baba që mund t'i jap gjithçka? Gjithçka. Marta qeshi pa humor. Kohë? Do t'i japësh kohës? Kujtime? Net pa gjumë me makthe, për qafime në errësirë kur bota bëhet shumë e rëndë, po, të gjitha këto. Do të përpiqesh. Vetëm do të përpiqesh. Ajo e shtyu lehtë Fernandin në gjoks. Gjesti ishte i dobët, por mbante peshën e shumë viteve zemërimi. Vajza ime nuk ka nevojë për më shumë përpjekje. Ajo ka vuajtur mjaftueshëm nga braktisja. Unë nuk do ta lë. Kështu the edhe për mua. Fjalët e goditën Fernandin si shuplar. Ai u tërhoq një hap mbrapa. Një zhurmë i bëri të dy të kthejnë kokën. Sofia qëndronte te dera e dhomës, zgjuar, me sytë e mëdhenj në errësirë. Pse po ziheni, zëri i saj ishte i butë, i brisht, as pak si vajza e fortë e mëparshme. Marta vrapoi drejt saj dhe e përqafoi. Nuk është asgjë, zemra ime. Ktheu të flesh. Kam dëgjuar britma. Sofia e shikoi Fernandin me dyshim. Kush është ai? Pse është këtu? Marta hapi gojen, por nuk doli asnjë fjalë. Paniku ju lexua në sy. Fernandi u ul në gjunjë që të ishte në nivelin e Sofias. Ajo u fsheh pas nënës. Quhem Fernand, tha ai me zë të ulët. Jam një mik i vjetër i mamit tën. Atëherë pse po e bën të qaj, pyeti vajza drejte në zemër. Sepse ndonjëherë, kur të rriturit flasin për të kaluarën, ajo dhem. Por nuk është faji i saj, është imi. Sofia e vështroi gjatë me ata sy që i ngjanin aq shumë. Babai im thoshte se burrat e vërtet nuk i bëjnë gratë të qajnë. Fernandi ndjeu sikur dikush e goditi drejt e në zemër. Babai yt kishte të drejtë. Dhe më vjen shumë keq. Shko të flesh, i lutej Marta. Sofia e pa edhe një herë Fernandin dhe tha me seriozitet të frikshëm për moshën e saj, nëse do të qëndrosh, mos e bëj maman time të qaj më. Ajo ka qarë mjaftueshëm. Ajo u kthye në dhomë dhe mbylli derën but. Marta u mbështet pas murit dhe shpërtheu në lodh. Fernandi ju afrua me hezitim dhe i vendosi dorën në supë. Ajo nuk u largua. Ajo është tamam si ti, përshpëriti ai. E fortë, e guximshme, mbrojtëse. Koha humbi kuptimin në atë shtëpi të vogël ku çdo sekond mbante peshën e 15 viteve dhimbje. Më në fund Marta u drejtua. Duhet të largohesh. Jo sonte, por së shpejti. Kam nevojë të mendoj. Gjithçka është shumë. Të kuptoj, tha ai. A mund të kthehem nesër? Nuk e di. Pas një pauze të gjatë, Marta tha, ka diçka tjetër që duhet ta dish. Sofia është e sëmur. Bota e Fernandit u ndal përsëri. Si e sëmur? Ka lindur me një problem në zemër. Do të ketë nevojë për një operacion. Ai moment ka ardhur. Nuk kam para. Unë do ta paguaj, tha ai pa hezitim. Nuk është kaq e thjeshtë. Nëse shfaqesh pa pritur me para, do të lindin pyetje. Pyetje që unë nuk jam gati t'u përgjigjem. Atëherë thuaj të vërtetën. Cilën të vërtetë? Që babai i saj i vërtet u largua para se ajo të lindte dhe u kthye vetëm kur zbuloi se kishte para. Fjalët e saj ishin si plumba. Ke të drejtë, tha Fernandi me zë të thyrë. Por vajza jon është e sëmur dhe unë mund ta shpëtoj. Vajza jon. Marta u kthye nga dritarja. Më jep një javë. Një javë për ta përgatitur, nëse nuk kemi aq kohë.
Kemi disa muaj, tha ajo, me zë të mbushur me dhimbje. Unë kam rrezikuar gjithçka për të që nga dita që lindi. Po ti, çfarë ke rrezikuar? Ai nuk kishte përgjigje. Të nesërmen ai u kthye. Me kalimin e ditëve, ai filloi të ishte i pranishëm, pa imponuar veten. Sofia e vëzhgonte me kujdes, me një mençuri që nuk i përkiste fëmijërisë. Kur erdhi dita e vizitës në spital, udhëtuan në heshtje. Në sallën e pritjes, Sofia rrinte mes Martës dhe Fernandit, e vogël, e brish. Më dhemb zemra ndonjëherë, tha ajo. Kur vrapoj shumë. A ke frikë? E pyeti ai. Babai im thoshte se frika ka vetëm fuqinë që ti ja jep. Mjeku i shikoi analizat dhe u bë serioz. Operacioni duhet bërë sa më shpejt. Brenda disa javësh. Sa kushton? Pyeti Fernandi. Shumë. Unë paguaj, tha ai menjëherë. Më vonë, në makinën e kthimit, Sofia fjeti mbi supin e nënës. Faleminderit, përshpëriti Marta. Duhet të isha këtu që nga fillimi, u përgjigj ai. Atë natë, kur mbërritën, Sofia murmuriti në gjumë, babi. Fjala e coptoi Fernandin. Vajza u zgjua, e turpëruar. Më fal, po ndëroja. Më vonë, Rosa, motra e Petritit, ju afrua Fernandit. Lexoje letrën, i tha ajo. Ndoshta aty janë përgjigjet. Ai hapi zarfin me duar që i dridheshin. Fernand, nëse po e lexon këtë, do të thotë se je kthyer. Ka diçka që Marta nuk ta ka thënë kurrë. Binjaku i Sofias nuk vdiq nga stresi. Ai vdiq sepse Marta tentoi t'i jap fund jetës së saj 2 javë pasi ti u largove. Mjekët e shpëtuan Martën dhe njërin fëmijë. Tjetrin jo. Ajo ka jetuar me këtë faj për vite. Nuk po ta them që ta gjykosh, por që të kuptosh sa thellë e ke plagosur. Kujdesu për to ashtu siç duhej të kishe bërë që në fillim. Fernandi e lexoi letrën disa herë. Çdo fjalë e thellonte plagën. Marta kishte dashur të vdiste për shkak të tij. Ai e kuptoi më në fund, kjo nuk ishte një histori shpengimi të lehtë. Ishte një histori përgjegjësie, dhimbjeje dhe një shansi të fundit për të mos ikur më. Ajo filloi të ecte. Nuk e dinte se ku po shkonte. Këmbët e saj thjesht lëviznin, sikur trupi ta dinte rrugën edhe kur mendja ishte bosh. Pa e kuptuar, përfundoi përpara kishës së fshatit. Dyert ishin të mbyllura. U ul në shkallët e gurta dhe e uli kokën mes duarve. Gati e vrava, përshpëriti ai në errësirë. Gati e vrava dhe nuk do ta fal kur veten. E dinte. Si mund ta shikonte në sy duke e ditur këtë? Si mund të shtirej sikur gjithçka ishte në rregull? A meritonte ajo një shans të dytë pas atij të parit që gati e kishte shkatëruar plotësisht? Telefoni ra. Ishte ajo, asistent, tha zëri në anën tjetër. Zoti Castillo, investitorët janë të shqetësuar. Projekti Riverside ka nevojë për miratimin tuaj. Nëse nuk nënshkruani deri të premten, kontrata humbet. Leta humbasin, u përgjigj ai ftohtë. Si, ju lutem? Thash që mund ta humbasin ose mund ta nënshkruaj dikush tjetër. Unë nuk do të jem aty. Por, zotëri, janë miliona dollar. Nuk ka rëndësi. Ai e mbylli telefonin. E fikur. Për herë të parë pas kaq shumë vitesh. Parat nuk kishin më rëndësi. Ajo kishte rëndësi. Në agim, ai trokiti në derën e Martës. Ajo e hapi me sy të enjtur, as ai nuk kishte fjetur. Çfarë po bën këtu kaq herët? E pyeti ajo me zë të lodhur. E lexova letrën e Petrit. Fytyra e Martës u zbe. Çfarë letre? Atë që ai kishte lënë. Atë që Roza do të ma jepte. Mjaft me gënjeshtra, Martë. Ajo bëri një hap prapa. Duart i dridheshin. Nuk kishe të drejtë ta lexoje. E di. Dhe më vjen keq. Por tani e di. E di çfarë ke bërë. Marta u ul në karrige, e thyer. Mbuluar fytyrën me duar. Nuk doja ta dije kurrë. Pse? Sepse kam turp. Çdo ditë të jetës sime. Turp që isha kaq e dobët. Arbeni u gjunjëzua përpara saj. Ti nuk ishe e dobët, ti ishe e thyer. Dhe unë të thyeva. Jo, tha ajo me zë të dridhur. I mora ato ilaçe.
Vendosa të dorëzohesha. Ishte faji im. Jo, nuk më detyrove. Thjesht nuk e duroja dot dhimbjen. Sofia e di. Zoti nuk e di dhe nuk do ta di kurrë. Zëri i saj u mbush me panik. Premtoj që nuk do t'ja thuash kurrë asaj. Të premtoj. Pse erdhe? Sepse dua që ta dish se e kuptoj. Nuk të gjykoj. Të admiroj për forcën që pate për të vazhduar. Nuk ndihem e fortë. Shiko çfarë ke ndërtuar. 3 fëmijë e vetme, pa ndihmë. Petriti ishte një njeri i mirë, por kjo nuk ndryshon faktin që ti mbijetove. I rrite, i deshe. Kjo është forcë. Marta shpërtheu në Lot. Lot që kishin vite të tëra të mbledhur. Arbeni e përqafoi. Ajo u mbështet tek ai dhe ai e mbajti fort ndërsa ajo qante. Do ta shpëtoj, përshpëriti ai. Sofin. Do të bëj gjithçka. E di, tha ajo. Por koha e humbur nuk kthehet. Atëherë do të krijojmë kohë të re. Kujtime më të mira. Marta u largua pak dhe fshiu Lotët. Rezultatet e analizave vinë sot. Nëse mjeku thotë se nuk ka kohë, operacioni duhet bërë sa më shpejt. Duhet t'i themi të vërtetën Sofis para operacionin. Pse? Sepse nëse diçka shkon keq, ajo meriton ta di që baba i saj e ka dashur gjithmonë. Marta mbylli sytë. Jepi edhe një ditë. Vetëm një ditë për të qenë një vajzë normale. Telefonata erdhi. Nga spitali. Zëri i Martës u drodh. Kur mbylli, ajo e pa Arbenin me sy të tmerruar. Rezultatet janë më të këqija. Duan të operojnë që nesër në mëngjes. Do t'ja them sonte, tha Arbeni. Ai kaloi ditën duke u përgatitur. Siguroi kirurgun më të mirë, ekipin më të mirë. Ndryshoi testamentin. Telefonoi nënën e tij. Kam një vajzë, i tha, do të operohet në zemër. Nëna qau dhe i dha bekimin. Në mbrëmje, ai u ul pranë Sofis në obor. A ke frikë nga e nesërmja? Po. Edhe unë. Sepse ti je shumë e rëndësishme për mua. Ti mezi më nje. Jo plotësisht. Ai e pa Martën te dritarja. Ajo i bëri shenjë me kokë. Sofi, tha ai. Ka diçka që duhet ta dish. Vajza u tensionua. Unë dhe mamaja jote u njohëm shumë kohë më parë. Ne u martuam. Ti ishe ai që u largua? Po. Ti e bëje maman time të qante çdo natë. Çdo fjalë ishte si plumë. Dhe tani vjen të bësh heroin? Jo. Vi të them të vërtetën. Ti je vajza ime, unë jam baba yt. Bota ndaloi. Sofia e pa, pastaj vrapoi larg drejt fushës. Lëre, tha Marta. Ajo ka nevojë për kohë. Kur u kthye, Sofia e pa drejt në sy. A do të më lësh prapë? Jo. Si ta di? Nuk e di. Vetëm më jep mundësinë ta provoj. Ajo pranoi. Operacioni erdhi. Spitali, dokumentet, lotët, pritja. Kur mjeku doli i lodhur, tha fjalët që i shpëtuan jetën. Operacioni kishte qenë i suksesshëm, por orët e ardhshme ishin kritike. Sofia mbijetoi natën. Ditën tjetër, mjeku tha se trupi i saj po reagonte mirë. Pastaj Marta i tregoi të vërtetën e fundit. Diego dhe Mateo nuk janë biologjikisht të Petrit. Janë të tu. Arbeni u rrëzua në karrige. Të tre. Ajo i shpjegoi gjithçka. Testet, shenjën e rrallë gjenetike, të vërtetën që kishte dalë pak para se ai të shfaqej. Petriti e kishte ditur dhe i kishte dashur gjithsesi. Pse po ma thua tani? Sepse nëse Sofi nuk zgjohet, ti ke ende 2 fëmijë që kanë nevojë për ty. Arbeni qau. Jo nga dhimbja, por nga pesha e përgjegjësisë. Do të përpiqem, tha ai. Ende nuk e provuar, ju përgjigj Marta, dhe aty qëndruan 2 shpirtra të thyer, të bashkuar nga 3 fëmijë dhe nga shpresa se kjo herë ai nuk do të ikte më. Por edhe ti je, tha ajo me zë të butë. Të dyja gjërat mund të jenë të vërteta. Ardiani u afrua te shtrati i Sofis dhe i preku dorën me kujdes, sikur të kishte frikë se mos ajo zhdukej. Kam 3 fëmijë, tha më në fund. Po, kam munguar në çdo moment të rëndësishëm.
Por tani jam këtu. Nuk e di nëse mjafton, por është një fillim. Dera u hap ngadalë. Një infermiere hyri në dhomë. Ka 2 fëmijë në pritje, tha ajo. Thonë se janë vëllezërit e pacientes. I ka sjell një grua që quhet Roza. Marta u zbardh në fytyrë dhe e pa Ardianin me panik. Nuk mund të rinë vetëm jashtë. Roza duhet t'i sillte këtu. Dëshiron t'i largoj? Jo, por si t'ua shpjegoj? Si t'ua them kush je ti? Për momentin, mos u thuaj asgjë, tha Ardiani. Jam vetëm një mik. Nuk ishte e vërteta e plot, por ishte më e mira që kishin tani. Ata zbritën në pritje. Diego dhe Mateo po prisnin me Rozën. Syt u ishin skuqur nga të qarat. Sofia është mirë, pyeti Diego me zë të dridhur. Është më mirë, u përgjigj Marta, duke i përqafuar fort. Po lufton. Mateo, më i vogli, e shikoi Ardianin me kureshtje. Ti e burri i pasur, apo jo? Ardiani u gjunjëzua para ti. Quhem Ardian. Jam mik i mamit tuaj. Dhe ti e shpëtove Sofin. Mjekët e shpëtuan. Unë vetëm ndihmova pak. Faleminderit, tha Mateo dhe e përqafoi pa asnjë hezitim, me pafajësinë e një fëmije që nuk e dinte se po përqafonte të atin. Ardiani e mbajti fort. Ky ishte djali i tij. Me erën e sapunit të lirë dhe pluhurit, me sytë e Martës, me hundën e saj. Diego, më i përmbajtur, vëzhgonte gjithçka. Roza thot që ti je i rëndësishëm, tha ai, por jo aq i rëndësishëm sa dukesh. A do të rish? Ishte pyetja që të gjithë po bënin. Pyetja për të cilën Ardiani ende nuk kishte një përgjigje të sigurt. Do të përpiqem. Të provosh nuk mjafton, tha Diego seriozisht. Babai im thoshte, ose bën, ose nuk bën. Të gjithë menduan për Petritin, burrin që i kishte rritur pa pasur lidhje gjaku, por që kishte qenë baba më i mirë se Ardiani ndonjëherë. Ke të drejtë, tha Ardiani më në fund. Atëherë do të rri. Diego tundi kokën, duke pranuar premtimin, duke besuar edhe pse nuk duhej. Ata shkuan në mens. Fëmijët hëngrën me uri, folën për Sofin, për sa shumë e donin, për sa shumë u mungonte shtrati i saj bosh. Ardiani i vëzhgonte këta fëmijët e tij, me jetë të plota që ai nuk i kishte njohur kurrë, me kujtime ku ai nuk ekzistonte. Si bëhesh baba për fëmijë që tashmë kishin pasur një të tillë, edhe pse ai kishte vdekur? Roza ju afrua ndërsa Marta i çoi fëmijët në banjë. Ti e di tashmë, apo jo? Çfarë? Që janë të tut. Marta më tha. Edhe Petriti ma kishte thënë para se të vdiste. Dhe çfarë mendon ti? Mendoj se gjenetika nuk e bën një baba, por as mungesa nuk e fshin përgjegjësinë. Ata kanë nevojë për një baba. Ti ke nevojë të jesh baba. Por duhet kohë. Kur u kthyen në dhomën e Sofis, diçka kishte ndryshuar. Monitorët lëshonin tinguj ndryshe. Doktor Ramiri po kontrollonte. Çfarë po ndodh? Marta vrapoi pranë shtratit. Shikoni, tha mjeku. Sytë e saj po lëvizin. Gishtat e Sofis u drodhen. Ajo po zgjohej. Sofia, jam këtu, tha Marta, duke i kapur dorën. Mami është këtu. Sytë e vajzës u hapën ngadalë. Mam, pëshpëriti ajo me zë të ngjirur. Jam këtu, zemra ime. Unë vdiqa? Jo, qeshi Marta mes lotësh. Ti je gjallë. Luftove dhe fitove. Sofia pa përreth makinerit, pastaj e pa Ardianin. Ti erdhe. Të thash që do të isha këtu. Mendova se po gënjeje. Nuk po gënjeja. Diego dhe Mateo u afruan me kujdes. Na trembe shumë, tha Diego. Mos e bëj më, shtoi Mateo, duke u ngjitur në shtrat. Sofia buzëqeshi lehtë. Sa kohë ka kaluar? Pak, tha Marta. Tani je mirë. Doktori u kthye dhe buzëqeshi. Je një luftëtare. Zemra jote po rreh fort. Kur mbetën vetëm, Sofia e pa sërish Ardianin. Ajo që the para operacionit është e vërtet? Po, tha ai. Jam baba yt biologjik. Diego u tensionua. Çfarë do të thot kjo? Do të thot që e kam njohur maman tuaj shumë kohë më parë, shpjegoi Ardiani me kujdes. Dhe bëra një gabim të madh. U largova. Dhe tani kthehesh? Po,
Për sa kohë? Për gjithmonë. Diego nuk u bind me njëherë. Nuk dua një baba tjetër. Dua timin. E di, tha Ardiani. Dhe nuk do ta zëvendësoj kurrë. Atëherë çfarë je ti? Jam dikush që dëshiron të jetë pjesë e jetës suaj, nëse më lejoni. Nëse i ndihmon, tha Sofia me zë të dobët, le ta bëj. Do të ri edhe nga larg nëse duhet, tha Ardiani. Mirë, tha Sofia pas një pauze. Por kemi rregulla. Nuk e bën maman time të qaj. Nuk premton gjëra që si mban. Dhe nëse largohesh përsëri, mos u kthe kurrë. Pranoj. Ditët që pasuan ishin të kujdesshme. Ardiani vinte çdo ditë. Jo vetëm me dhurata, por me kohë. Dëgjonte. Mësonte. Ngadalë, besimi filloi të lindte. Kur Sofia doli nga spitali, shtëpia ishte riparuar. Jo luksoze, por e sigurt. Çati e re, energji elektrike, krevate të rinj. Ju e bëtë këtë, pyeti Sofia me sy të mbushur. Doja që të ishit të sigurt. Faleminderit, tha ajo. Ishte hera e parë. Më vonë, në verandë, Marta i tha, po i fiton. Kjo më tremb, u përgjigj ajo, nuk do të iki. Shpresoj. Muaj më vonë, kur e shkuara doli në dritë dhe e vërteta u tha, Ardiani zgjodhi familjen mbi pasurinë. Zgjodhi të qëndronte. Kur Diego e thiri baba për herë të parë, zemra e tij u ndal për një çast. Mateo e përqafoi fort. Sofia e pa drejt në sy. Një shans i fundit, tha ajo. Nuk do ta humbas. Dhe për herë të parë pas shumë vitesh, Ardiani ishte pikërisht aty ku duhej të ishte.